Sapo kam votuar së bashku me bashkëshorten këtu te qendra votimit e Lagjës ku unë banoj. Siç duket këtu edhe me sa kam informacionin gjithë qendrat e votimit në Korçë edhe në gjitha bashkitë e qarkut, procesi ka filluar normalisht, me qetësi, me qytetari, ashtu siç e meriton kjo datë, sepse për mua data 11 maj nuk është thjesht një datë e zakonshme e zgjedhjeve të radhës, por është më e rëndësishme se kaq. Shqipëria është në prag të një finishi të rrugtimit vet drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe ky mandat është shumë i rëndësishëm. Ka shumë punë për të kryer, detyra që janë dakordsuar me Bashkimin Evropian dhe ne duhet të tregojmë standarde më të larta kudo. E natyrisht procesi zgjedhor është një nga kulmet e demokracisë funksionale, kështu që le ta përmbyllim sot këtu në Korçë dhe në gjithë Shqipërinë këtë proces me qytetari pa asnjë lloj incidenti dhe me një standard më të lartë, le të prodhojmë raportet më të mira të zgjedhjeve në historinë tonë, siç e meriton kjo fazë e historisë ku ndodhet Shqipëria edhe Korça. Është ende errët, por nga informacionet që kam marrë te selia e partisë, nga koordinatorët tanë në territor, edhe krahasuar me zgjedhjet e para 4 vitesh, duket një ritëm më i lartë, një ritëm i kënaqshëm, megjithëse është janë orët e para.